Ndëruar teleshikus, mirë se vini në emisionin Burra dhe Gra, Gra dhe Burra këtu në televizionin Dugagjini. Ky emision transmetohet çdo të hënë, të martët, mërkurë dhe të ejte, ora 20:00, para debat plusit, termal pandurit, në shkretit po presim kur pja mbyllen ermolit emisionin, puna që na muzot deri ka ora 21:00 dhe emisioni transmetohet gjithmonë ditëve të shtune si tërësisi emision. Para se të prezentoj musafirët, një falenderim i veçantë për Ujtë Miros, që për na fladit në këtë vapë kaq të madhe, parfymeria Piano, se ke provu që fort e mirë ashtë qëndrëm, që këfar parfyme aden, kur pe qesë këton përgjohet, te e danë në leftë të rëgjuidet. Edhe Automitën, si gjithmonë, falenderit shumë, kompania ma e madhe e makinave edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, në periferi të Tiranës. Edhe si zakonisht Washington Village, një lagje fantastike. Qëndrim, mirë se ke ardhë. Mirë se kem gjithë. Enkelida, mirë se ke ardhë. Mirë se u gjitha. Nga nona Shqipni. Faleminderit. Ke qenë pak pushim në Shqipëri. Kam qenë disa ditë. Na këtu kena problem me Albinin, kështu qëndrim para emisionit, thash, Albini me konë normal nuk e mbyll fabrikën e qumshtit, po i shorta kështë mbyll ty televizionin, edhe që të emisionin ta me këshjek ma mirë, e ishëm dolna me këta kamermonat edhe këta të regjis me shqitforat ku mujve, me gazetarë. Edhe këllamuq që këshëm shqitë. Po shtolba një me kur vjen, ja, shtator këllamuq. Ja ka njës me shqitë në Tiranë, këshëm morë për këty në vllazëneve. Kam parë rrugës. Po, kam parë rrugës. Me të vërtet. Po, kam parë që shisnin, piqnin dhe shisnin. Ato po i hajë dirama që u po pak... Se di që po bëm për momentin e dirama, se dhe i di qka si ka punët a shmirë. Po dhe dhaj... Jo, kor ma mirë si ka pas. Po thua? Kriptolovia është po veç pak zhegë, kështu ja kanë për ma. Jo, me 200-300 vetë sa proteste. Amo policia po i freskon me ujë, kështu po ju qetë ujë. Me ujë miras më do këtë. Po ujë miras. Temën e parë e kemi bullizimin, Enkelida, a ke lexuar një lajm që do ditë që thanë në Shënxhen u hup në burrë, gruaja mas 4 orëve ka gjetë burrin. A ke lexuar lajmin? E kam lexuar. Ti ke qenë? Se po bëm lajme me dorë dhe prandaj po thema ke qenë ti. Unë e kum lexuar për këtë e kanë qitë. Me lajme është sigur ai bullizuzi tjetër ka qef që është me na nguc ka pak, me na thomu ka pak. Pa shatë zot, atë kanë qitë në media kjo partia, cëla një parti së... Po qaja, partia PSD-s, një nëllë Bukurëshi. Ata vlo kanë shkru një besoj këtë në partive politike se nuk rajnë kurra dhe pa folë. E tash ata thanë dhe shkanë morbota shumë, që të zhjët e fundit, apo? Të morë me reklama, tha që njeri që hup, unë e një qëndrimin të ne mu le unë njësa dhe në për Shënxhen. A të njësa? Unë njësa të egzimit, që tash që Shënxhen e vlo 2 ore gjysa dhe, me ardhë me të prungështu do petla, do shqyqërë më sporit që të kanë gjete, kush gjete o vlo? Po qaja që isha hup me ta? Me kanë një hup të? Po smeta të enigme të ajo punë. Apo? Nëjse që dhe ti ju ke përgjigj pak kështu ashpër. Kjo puna... Ju kom përgjigj ashpër sëpse nuk të leroj nënën në thmive të me ma ofendu askush. Nënën në thmive të me është e shajt dhe nuk të leroj në asë një mënyrë me ma ofendu kërkush. Ko marë bullizime dhe më të rana se ajo duke ma shatë qikën 7 vjeqare. Nuk jenë normale këto pa njoft njerën të më quje t'ja bofsha qikës tonë kështu, ose nanës tonë kështu. Një nanë që ka marrë pjesë është pjesëmarrëse e luftës shërëmtare, pjesëmarrëse edhe organizatore edhe protestave studentore më herët. Edhe është pjesë themelimit të ushtrisë shërëmtare të Kosovës, ku në shtëpinë e saj na kanë kaluar me qindra ushtarë edhe para luftës. Edhe besa edhe ju keni qenë në shpeton aty edhe plot ushtarë shërëmtarë që kanë marrë pjesë, kanë kaluar në përdur tona nga buka nanës time. Edhe me dalë me masha, loj idioti, pa njoft, pa dit, që punoj 24 orë me ndërtu sot këtë vend, se nuk është mu përmend gjithmonë lufta, po kur vjen ofendimi, duhet me tregu një realitet.
Në atë kohë, kër është dash me luftu, ke marrë pjesë. Sot jem të marrë pjesë me ndërtu dhe me zhvillu këtë vend dhe me ndojmë me ndryshu këtë vend. Po jo ti me dalë me ma sha mu nanën, ma sha qiken, pa ju bu kush dhe heq. E mas më nabe me ma sha dhe nanën në thmive të mi, pa ju bu sen. Dhe kush, një partije morrav, e cilët në kanë kërku ndim, ju kom dhonë ndim, pa asë një lloj kompenzimi fare. Veç pëse mu ka lutën një ish antari asaj partije që sot punon në televizionin tim, që ndrim thaj nimojmë, tha PSD-s, tha se ka nevojë, tha se mu kanë luta minimu. Tha se s'pi reklamon as një televizion. Tha shani brafrim, nuk është problem. I ka thirë në televizion, janë ardhur televizion, pa asnjë pagesë, janë ardhur kanë bo emisione, debate, edhe kohën kur ka qenë për mi shfaq programet e tyre, si të Natyra Kuqit, si të dy kandidatëve të tjerë të cilët i ka marrë direkt afrimi që u ka shpërnda ato, ja kena bo pas një pagesë, pa ju bo kur gjëjës ti po dele po më shanë mu, që kërejt për së doja bashkë në gjepë vogël i moj, me kapitale, me këtë shka kanë. E ti po del po më ofendon, mu pa ju bo kur gjëjës, po merë po ma merë një fotografi që jem konë pushime aty, edhe ma kam prish pushimin këtë që zëja, të mi vjedh votat. Edhe po del po ma prish pushimin, edhe po dele po më ofendon, ku është masërone po pret që të rria, jo vla. Ligji 31 toni thotë çdo aksion do të më mbyll me reakcion. Po për më pas efekt, ai aksion, reakcioni do të më qenë pak më i tmerrshëm. Okej. Nashta jam shprej pak rën, po ma kam plas. Edhe është diçka që është ka tepërohet prej kësaj kulture dhe kësaj kategorie. Dhe tash kur pjallë shojmë rrugën, po të hypin në qafë. Në qafë për zote nuk e toleroj kërkan në më hypin. E kam marrë një këshill të një kongresmeni amerikan që thot shqiptarët e kanë të pamundur me ecë përpara, se vetëm te ju e kam dëgjuar të shprehjen më bizare, lësheja udhën budallës. Tha ne në Amerikën, në Evropë, jalshojmë rrugën të meqmit e jo budallës. Këtu t'jap drejtë se të jalshu rrugën budallës, atë kujtohet në parlament, kër i kum pas në Kadri Veselit, thash kryetari javë ke dhon shtogën budallëve për këta të VV-s. Thashe po të rejnë me shtogë tonë edhe doli qështu. Jo, aty pajtona, sepse duke u mundu të u tregu shumë gentleman Kadri Veseli edhe pjesa tjetër institucioneve, jem fatkeqësisht në këtë pikë. Sepse me dali me gjujtë kuvendin, me zoll, dhe mos më arrestu askush. Me dali më arrestu ata persona. Dhe ata persona, kur fillon e flet dëshmitari, me shty njëre me bo vetë vrasje, edhe sot ato dëshmi të dëshmitarit dhomës, që i kam publiku dhe gjatë fushatës, mos marrë prokuroria me marrë, këto veç ka kapitullu këj vend. Dhe më e keqja është ti me dalë me bo tentim vrasje, me gju gaz lëtëcjelë së parlament, dhe mos me reagu as policia, dhe këta me heshtë, dhe me thonë hajtë lese kalen, nuk është kaluse. Aty kanë mujtë me vdek, me paskon parlament, unë jam allergjik najrë të keqë. Dhe ty po gjunë molotov, po gjunë gjana për petimos, aty ty po bën të vrasje me vra njerëzit. Kë nuk është normale me ka përcy, edhe që kjo është që ke thonë, ja ke thonë shtogën budallëve. Edhe tha për fat të keqë, një gjykatës tha që s'ka prova, në që një nëqizime ishen të gju gazë në cjellë. Aty për një me jëmë befasuën. Po kjo është amnistim direkt, sepse në parlamenti se Berisha ka folë për fitore Pacollin, që e ka vra njerin, Armënor Deharin. Pastaj vetë dëshmitarin ato inqizime thot që njerës që kanë marrë pjesë në takime të Astrid Dehari, thot e kanë shty me bo vedrasi njerin. Edhe raportin e djegen vetë, dhomat i djegen vetë, dëshmiti më shefen vetë, sot dalin më shelen në fabrika, para disa jave kanë byllë dhe një punë benzinës, ka plot biznese gjatë fushatës që kam taku që i kanë byllën në rrethën e Prizrenit, një fabrike e fafaronave është një çlirimtari cili gjatë luftës ka ardhur nga Kuksi me luftu në Kosovë, dhe pas luftës ka gjetë bashkëjetesë me jetu në Prizren, profesor, edhe me mbyllë fabrike, kjo është normale. Para se të kaloj pak të Nkeleda me pyet për punën e bullizimit kur bëhet prej njerëzve publik, se bullizim na në Facebook që tash me hap faqen e Facebookut janë me qindra lop gjalla që na shohin, nuk po fulim për hajvanatin, po fulim për gazetar, për politikan, kjo është e rëndë. Po para
para se të shkoj të keve të shkurt për gjëgjmo, që kjo mbyllja e vite se këto fushotat agresive që i kanë morë, a mos është kjo një dëshmi që Albini është duke u përgadit qysh tash për më shku prap në zgjedhje? Po nuk është veç të përgadit më shku në zgjedhje, se e zgjedhjet vetë i ka paralemru. Po të? Se problemi këto njerëzit nuk janë të e kuptuar pëse po i kërkon zgjedhjet ai. Ai zgjedhjet është të i kërku me marrën edhe presidentin vetë, me marrë edhe gjykatën vetë dhe me servizu Kosovën. Ky është qëllimi tina. Vetëm njerëzit abnormal nuk mund me kuptu një qëllim tina. Na kena sot me qindra persona sërbë që i marrin dokumentat në për komunat tona. Që vini zbeglicat, që i zbeglicat në shtarinia nuk i kupton edhe nuk i mon men. Po i zbeglicat kanë qenë ato shtëpiat rrugës për Deçan. Që shkën Deçan Gjakov, shtëpia që kanë marru. Serb të Kroacis të ardhën Serb të Republikës Srpska sot në Kroaci. Serb që kanë jetu në Bosnjës. Serb të rrethit tjetër rreth Bosnjës që janë në kufi të Serbijës. Sotme. Ajo është të sërbizu Kosovën dhe qka po i vynë me pas edhe presidentin vetën, me pas edhe kryetarën e gjykatës dhe me pas çdo gjë. Sepse aje ka falë Mitrovicën. Ja thanë edhe Glau Konjufës në ku ka kjo takimi këto ditë me këtë Sorensenën. Që e pranoj aty që tha jem të zbatuar, po jem të zbatuar në një gjëllëtën mene. Avash. E ta shte qysh po i bjen kjo? Kjo po i vynë direkt me shku në zgjedhje, edhe me bozhurën, pak edhe me thonë qëse na e gjetëm të fabrika atje gjanat kësia, edhe na po kujdesemi për ju. Se këta kretë narrativin, ta kryojnë që ashtu që së është të vërtet heq, se mu personalisht më kaftu vetë në zyre zotri Kurti 5-6 herë. Dhe herë në 7 ose 8, pas telefonatës, pas insistimit të njerëzve tina me shku me taku, jam shku e kom takuan. Dhe thash, shadin se kur të lutin, mos po të ndodhë diçka, se 7 herë me të lutë është tepër. E pse të ka thirë? Po kisha ca probleme me disa bizneset të devallëve. Dhe janë proceset gjyqësore që unë i besoj gjykatës që ka më përfunduaja. Edhe më ftoj tha, dëmet një mu, thash, qka me më një mu? Thash, nuk jem, thash njeri fukara, thash me më një mu ti mu. Mu as nuk jem qatë gjendje që kam nevoj me më një mu. Thash, unë e pe kryeministrit tem. Pa më varsisht, thash, se unë nuk të kom po ty, thash, ta shtysh me më thirën, se sa kom folë, thash, unë, thash, për të kësijat e tua, thash, unë s'kisha thirë kur. Thash, po ti pa më thirë mu, thash, qka është probleme, thash, kalzëm. Tha, jo, tha, po du me të një mu, thash, se kishe do probleme. Thash, probleme, thash, në Kosovë, gjithë kena pas. Thash, edhe gjithë ka me pas. Thash, po më piti e kërkoj, për qka më pas ke thirë, visë me respektu regulorën e shtetit. Si për mu, si për ta, si për Post Telekomin, ku i dhem ka ti. Thash, edhe nuk të bona argat, me shkatru një kompani që po më kërkën, sepse nuk jam me shkatru asë një kompani në Kosovë, po jam me ndërtu Kosovën edhe me hapë edhe vendet të rejat punës, me këty që ata shokë që më kanë shku në Evropë, me këty në Kosovë. E jo ti më thonë mu t'jap qka dush, ose të njëmojmë qka dush, veç me shkatru për shamull kompanien e Shkelqim Devollit. E thash këto, thash jam prapë në Shkelqim Devollin, thash edhe mirë, po ofshem, thash sepse nuk pas në kanë shpresë pe kryeministrit tem. Se unë nuk bona argati kërkujna për me shkatru as konkurentin tem. E kum dargu Merlindën, yllën e emisionit shko këtë, po hajtë halalli sholla dhe Merlinda ta banë. Jo, se aja zdeshti me ty. Faleminderit shumë, ndëruar të lëshikus, shiemi nesër në mërë. Tash vole për bëllëzim, tash... Hajde Merlind, veç për shëndet e këto. Faleminderit shumë, natën e mirë.